Kur Mirela mbushi 60 vjeç, ajo nuk e priti ditëlindjen me ndonjë festë të madhe. Nuk kishte muzikë të lartë, nuk kishte dhjetëra njerëz në shtëpi dhe as ndonjë tavolinë të mbushur me miqe të afërm. Në mëngjes, ajo u zgjua herët, siç kishte bërë pothuajse çdo ditë për 35 vitet e fundit. Hapi perdet. Drita e butë e mëngjesit hyri në dhomën e saj. Jashtë rruga ishte ende e qetë. Disa makina kalonin ngadalë, ndërsa një grua që jetonte në pallatin përballë po u iste lulet në balkon. Mirela qëndroi për disa sekonda përpara pasqyrës. Shikoi fytyrën e saj, flokët e thinjur, rrudhat e vogla rreth syve, duar që nuk ishin maq të buta sa dikur. Dhe për herë të parë në shumë vite, nuk u përpoq të gjente diçka që nuk i pëlqente tek vetja. Thjesht buzëqeshi. Kam jetuar 60 vjet, tha me zë të ulët, por ndoshta ende nuk kam mbaruar së jetuari. Nuk e dinte se brenda pak javësh, kjo fjali do të bëhej arsyeja e konfliktit më të madh që kishte pasur ndonjëherë me djalin e saj. Djali i saj quhej Erion. Ishte 34 vjeç. Jetonte rreth 20 minuta larg shtëpisë së saj. Ishte i martuar dhe kishte një vajzë 7 vjeçare. Për të, Mirela nuk ishte thjesht nëna. Ajo ishte personi që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Kur Erioni ishte 8 vjeç, baba i tij kishte ndëruar jetë pas një sëmundje të gjatë. Mirela kishte mbetur vetëm. Në atë kohë ishte vetëm 36 vjeç. Mund të kishte kërkuar të fillonte një jetë tjetër. Mund të kishte dalë me njerëz të rinj. Mund të kishte udhëtuar. Mund të kishte menduar për veten. Por ajo nuk bëri asgjë nga këto. E gjithë bota e saj u bë Erioni. Ajo punonte gjatë ditës dhe kthehej në shtëpi në mbrëmje. Gatuante, lante rrobat, kontrollonte detyrat e tij, e çonte në shkollë, e priste kur kthehej. Kur ai sëmurej, Mirela nuk flinte gjithë natën. Kur kishte provime, ajo rinte zgjuar pranë tij. Kur Erioni u largua për universitet, Mirela kaloi muaj të tërë duke qarë fshehurazi në kuzhinë. Dhe kur ai u martua, ajo i tha vetëm një gjë: "Shko, birë, ndërto jetën tënde. Mos u shqetëso për mua." Por Erioni nuk e kishte harruar kurrë sakrificën e saj. Pikërisht për këtë arsye, ai mendonte se kishte të drejtë të shqetësohej për çdo vendim që ajo merrte. Dhe ky do të ishte gabimi i tij më i madh, sepse Mirela nuk po kërkonte leje. Ajo po kërkonte të jetonte. Gjithçka kishte nisur disa muaj më parë. Një pasditë e shkurti, Mirela kishte hyrë në një kafene të vogël pranë parkut. Ishte ftohtë. Ajo kishte dalë për të blerë disa gjëra dhe kishte vendosur të ndalonte për një kafe. Zgjodhi një tavolinë pranë dritares, por ndërsa po hiqte pallton, dëgjoi një zë. "Ju lutem, kjo karrige është e lirë." Ajo ngriti kokën. Përballë saj ishte një burr rreth të 50-tave. Flokët i kishte pak të thinjur në tëmtha. Mbante një pallto të errët dhe kishte një buzëqeshje të qetë. "Po," tha Mirela. Burri u ul. "Faleminderit." Ai porositi kafen. Për disa minuta nuk folën. Pastaj ndërsa kamarieri solli pijen, burri tha: "Është çudi sa shumë njerëz vinë këtu vetëm." Mirela buzëqeshi. "Ndoshta sepse ndonjëherë është më mirë të jesh vetëm sesa me njerëzit e gabuar." Burri qeshi. Një përgjigje e fortë. Është një përgjigje e një gruaje 60 vjeçare. Ai e pa për një çast. Atëherë duhet ta dëgjoj me kujdes. Kështu u njohën. Burri quhej Ilir. Ishte 54 vjeç. I divorcuar prej disa vitesh. Kishte një djalë që jetonte jashtë vendit. Nuk ishte i pasur. Nuk kishte ndonjë jetë luksoze. Por kishte një qetësi që Mirela nuk e kishte parë tek shumë njerëz. Ata filluan të takoheshin rastësisht. Një kafe, një shëtitje, një darkë, një telefonat. Asgjë e madhe. Asgjë që Mirela mendonte se do të ndryshonte jetën e saj. Por me kalimin e kohës, ajo filloi të kuptonte diçka. Kur ishte me Ilirin, nuk ndihej si një grua 60 vjeçare. Ndihej thjesht si Mirela. Një grua që mund të qeshte. Një grua që mund të bënte plane. Një grua që mund të vishej bukur vetëm sepse dëshironte. Një grua që mund të dëgjonte dikë t'i thoshte: "Si ishte dita jote?" Dhe kjo pyetje e vogël filloi të kishte një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse për vite të tëra askush nuk ja kishte bërë. Të gjithë e pyesnin për Erionin. Si është Erioni? A ka nevojë për diçka? Si është vajza? A ka ndonjë problem? Por Iliri e pyeste.
Si je ti? Dhe kjo e bënte të ndalonte. Në fillim Mirela nuk i tregoi askujt për të, sidomos jo Erionit. Ajo e dinte se djali i saj do të kishte pyetje. Shumë pyetje. Një mbrëmje, Erioni erdhi për darkë. Mirela kishte përgatitur ushqimin e tij të preferuar. Ata hëngrën bashkë, biseduan për punën, për vajzën e tij, për një udhëtim që po planifikonin. Gjithçka dukej normale, por Erioni e vuri re diçka. Nëna e tij po buzëqeshte më shumë se zakonisht. Çfarë ke? E pyeti. Asgjë. Je e lumtur. Mirela ngriti supet. Jam mirë. Jo, të njoh. Ka diçka. Ajo heshti. Pastaj vendosi pirunin mbi tavolinë. Kam njohur Dik. Erioni ngriti sy. Dik. Po. Çfarë do të thot Dik? Një burr. Heshtje. Erioni nuk foli për disa sekonda. Pastaj qeshi lehtë. Mami, je 60 vjeç. Mirela e pa drejt në sy. Po. Jo, e kam fjalën. Çfarë? Nuk e di. Thjesht nuk e prisja. Edhe unë nuk e prisja. Kush është? Quhet Ilir. Sa vjeç është? Mirela heshti për pak. 54. Erioni ngriu. 54. Po. Ai u mbështet pas karriges. Pra është vetëm 6 vjet më i ri se ti. Po. Në rregull. Çfarë ka? Asgjë. Por Mirela e kuptoi nga zëri i tij se nuk ishte asgjë. Erion. Thash asgjë. Ti nuk mendon kështu. Ai uli sy. Thjesht më duhet pak kohë. Koha për çfarë? Për ta përpunuar. Mirela nuk e kuptoi. Çfarë duhet të përpunosh? Fjalët që pasuan do të mbeteshin në mendjen e saj për shumë vite. Fakti që nëna ime po del me një burr. Mirela buzëqeshi me trishtim. Unë nuk jam vetëm nëna jote. Erioni nuk ju përgjigj. Ai nuk e kuptoi atë fjali. Jo atë natë, as ditët që pasuan. Por gjithçka do të ndryshonte kur ai të takonte Ilirin. Takimi i parë ishte katastrofik. Erioni kishte insistuar që të tre të hanin darkë bashkë. Mirela e kishte kuptuar se ai nuk po e bënte për të njohur, po e bënte për ta vlerësuar, për të parë nëse Iliri ishte i përshtatshëm për nënën e tij. Kur Iliri hyri në restorant, Erioni u ngrit. Ata shtrënguan duart. Erion, Ilir, kam dëgjuar shumë për ty, edhe unë për ju. Të dy u ulën. Mirela u përpoq të krijonte atmosferë normale, por Erioni filloi me pyetje. Me çfarë merreni? Kam një biznes të vogël. Çfarë lloj biznesi? Import dhe shpërndarje. Jeni i martuar? Jo. Sa kohë keni që jeni divorcuar? Iliri heshti. Mirela e ndërpreu. Erion. Çfarë? Nuk është intervistë pune. Iliri buzëqeshi. Nuk ka problem. Por Erioni vazhdoi. Ke fëmijë? Një djalë. Sa vjeç? 29. Erioni ngriti vetullat. Pra djali juaj është vetëm 5 vjet më i vogël se unë. Iliri e pa. Po. Ajo fjali e ndryshoi atmosferën. Erioni nuk tha më asgjë, por në fytyrën e tij ishte shkruar gjithçka. Pas darkës, ai i tha nënës. Jo. Mirela mbeti e habitur. Jo çfarë? Nuk më pëlqen. Ti nuk e pse ta pëlqesh. Është pothuajse në moshën time. Është 54 vjeç. Po. Dhe unë jam 34. Ti mendon se kjo është problem? Po. Është problem për kë? Është problem për mua. Mirela mori frymë thellë. Erion, jeta ime nuk mund të drejtohet nga ajo që të bën ty të ndihesh rehat. Unë po përpiqem të të mbroj. Unë nuk të kam kërkuar të më mbrosh. Po ti nuk e kupton. Çfarë nuk kuptoj? Ti mund të lëndohesh. Mirela e pa gjatë. Sigurisht që mund të lëndohem. Atëherë pse po e bën? Sepse edhe të jetosh vetëm nga frika se mos lëndohesh është një mënyrë për të mos jetuar fare. Erioni heshti. Ai nuk kishte përgjigje, por kjo nuk do të thoshte se do të dorëzohej. Në javët në vazhdim, ai filloi të kërkonte çdo arsye të mundshme për ta larguar Ilirin nga nëna e tij. I tha se ndoshta Iliri kërkonte paratë e saj. Mirela u zemërua. Pastaj i tha se ndoshta ai ishte thjesht i vetmuar. Mirela i tha. Edhe unë jam e vetmuar. Çfarë të keqe ka? Pastaj Erioni i tha. Ti nuk ke nevojë për një burr. Ajo u përgjigj.
Askush nuk ka nevojë për një burr për të mbjetuar, por unë dua një partner për të jetuar. Ky ishte ndryshimi që Erioni nuk mund ta pranonte. Për të, nëna e tij ishte një figurë e shenjtë, një grua që duhej të qëndronte në vendin ku ai e kishte lënë, në shtëpi, duke pritur, duke qenë gjithmonë aty. Ai nuk e kishte menduar kurrë se një ditë nëna e tij mund të kishte një jetë ku ai nuk ishte personi kryesor, por Mirela po e kuptonte. Dhe kjo po e friksonte Erionin. Jo Iliri, jo diferenca e moshës, por ideja se nëna e tij nuk kishte më nevojë për të në të njëjtën mënyrë. Një pasdite, Erioni shkoi në shtëpinë e saj pa paralajmërim. Dera ishte e hapur. Ai hyri. Në tavolinë pa 2 filxhan kafeje. Në divan kishte një xhaket burri, dhe pranë saj një libër që Mirela nuk e lexonte zakonisht. Ku është, pyeti? Mirela doli nga kuzhina. Kush? Iliri. Ka dal. Ku? Erion, pse po më pyet? Sepse është shtëpia ime e fëmijërisë. Jo. Ai u habi. Çfarë? Kjo është shtëpia ime. Ai heshti. Unë të ndihmova ta mbash. Po. Unë të pagova disa gjëra. Po. Atëherë çfarë? Atëherë kam të drejtë të di. Mirela e pa drejtë. Jo, birë. Ishte hera e parë që ajo I kishte folur në atë mënyrë. Ti ke të drejtë të më duash. Ke të drejtë të shqetësohesh. Ke të drejtë të mos pajtohesh me mua. Por nuk ke të drejtë të më kontrollosh. Erioni u largua pa folur. Për disa ditë nuk e telefonoi. Mirela priti, por këtë herë nuk shkoi pas tij. Nuk kërkoi falje. Nuk u përpoq ta binte, sepse kishte kuptuar diçka të rëndësishme. Ndonjëherë dashuria e një prindi mund të bëhet aq e madhe, sa fëmia fillon të mendojë se ajo dashuri jep të drejtën të vendosë për jetën e prindit. Dhe kjo nuk ishte më dashuri. Ishte frikë. Pas një muaji, Iliri I propozoi. Nuk kishte unas të shtrenjtë. Nuk kishte restorant luksoz. Ishin ulur në një stol në park. Ishte një mbrëmje pramvere. Iliri mbajti duart e saj. Mirela. Po. Kam menduar shumë. Edhe unë. Ti e gjeja më e mirë që më ka ndodhur prej shumë vitesh. Ajo buzëqeshi. Edhe ti. Por nuk dua të bëj një pyetje që të tremb. Atëherë mos e bëj. Ai qeshi. Pastaj nxori një kuti të vogël. Mirela e pa. Ilir, do të martohesh me mua. Ajo nuk foli me njëherë. Syt I u mbushën me lot. Po. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Mirela qau nga lumturia. Por kur ja tregoi Erionit, ai nuk e përqafoi. Nuk e uroi. Nuk e pyeti nëse ishte e lumtur. Ai vetëm tha. Jo. Çfarë do të thuash? Nuk mund ta bësh. Unë mundem. Unë nuk do ta lejoj. Mirela mbeti e heshtur. Pastaj tha. Ti nuk je burri im, Erion. Ai u skuq. Jam djali yt. Po. Atëherë dëgjoj çfarë po të them. Po të dëgjoj. Por kjo nuk do të thotë se do të bindem. Do të pendohesh. Edhe ti mund të pendohesh. Po të ndodh diçka. Atëherë do ta përballoj. Po sikur ai të mashtroj. Do ta përballoj. Po sikur të lër. Do ta përballoj. Po sikur të vdes para teje. Mirela heshti. Pastaj tha. Edhe kjo është pjesë e jetës. Erioni uli kokën. Ai nuk mund ta kuptonte se si nëna e tij mund të pranonte kaq shumë rrezik. Por ajo e dinte. Sepse kishte kaluar 30 vjet duke sakrifikuar për të shmangur dhimbjen. Tani nuk donte më të jetonte pa rrezikuar asgjë. Dasma u planifikua për vjesht. E vogël. Vetëm familjar dhe disa miq. Por Erioni nuk pranoi të merrte pjesë. Mirela u përpoq ta binte. Je djali im. Prandaj po të them se nuk mund ta bëj. Unë nuk po të kërkoj të duash Ilirin. Atëherë çfarë kërkon? Vetëm të jesh aty. Jo. Ishte fjala më e dhimbshme që Mirela kishte dëgjuar ndonjëherë. Ajo e mbylli telefonin. Dhe atë natë, çau. Por të nesërmen u ngrit. Veshi një fustan. Doli me Ilirin. Dhe vazhdoi jetën. Muajt e parë të martesës ishin të bukur. Ata udhëtuan. Gatuan bashk. Qeshën për gjëra të vogla. Iliri filloi të ndihmonte Mirelën me kopshtin. Mirela filloi të mësonte disa receta që ai I pëlqente. Në mbrëmje, ata uleshin në balkon. Flisnin për të kaluarën, për gabimet, për fëmijët, për jetën.
por mungonte një person. Erioni. Mirela nuk fliste shumë për të, por Iliri e dinte se ajo e mendonte çdo ditë. Një natë Iliri e pyeti, a dëshiron të telefonoj? Po. Atëherë telefonoje ti. Jo. Je e zemëruar. Jo. Atëherë. Mirela shikoi nga dritarja. Kam frikë se nëse telefonoj gjithmonë unë, ai do të mendoj se mund të më humbas dhe pastaj të më kthej sa herë të doj. Iliri nuk foli. Unë e dua djalin tim, vazhdoi ajo. Por duhet ta mësoj se edhe unë kam kufi. Ndërkohë, Erioni po kalonte një periudhë të vështirë. Martesa e tij kishte filluar të kishte probleme. Puna nuk po shkonte mirë. Dhe mbi të gjitha, ai kishte filluar të kuptonte se nëna e tij nuk po kthehej më pas. Në fillim mendonte se ajo do të lodhej nga Iliri, se do të kuptonte se kishte bërë gabim, se do të kërkonte falje, por muajt kaluan. Mirela ishte ende e lumtur, dhe kjo e detyroi Erionin të përballej me një të vërtet të dhimbshme. Ndoshta problemi nuk ishte Iliri, ndoshta problemi ishte ai. Një mbrëmje, vajza e tij 7 vjeçare e pyeti, babi, pse gjyshja nuk vjen më shpesh? Erioni heshti, është e zënë, me burrin e ri. Ai uli syt, po pse nuk e do ti? Erioni mbeti pa fjalë, sepse nuk dinte çfarë të thoshte. Vajza e pa, ti je xheloz. Erioni qeshi, unë, jo, je, si e di? Sepse kur gjyshja flet për të, ti bëhesh me fytyrë të keqe. Erioni nuk foli. Fëmijët ndonjëherë shohin gjëra që të rriturit përpiqen t'i fshehin. Të nesërmen ai telefonoi nënën. Mirela pa numrin në ekran. Zemra ju rrah fort. Erion, përshëndetje, mami. Si je? Mirë. Heshtje. Pastaj ai tha, a mund të vi? Mirela mbylli syt. Sigurisht. Ai shkoi pas dite. Kur hyri në shtëpi, pa fotografitë e reja. Mirela dhe Iliri në një udhëtim. Mirela duke qeshur. Një foto në kuzhinë, një tjetër në park. Nuk kishte asgjë të tepruar. Vetëm një jetë normale. Iliri doli nga dhoma. Për disa sekonda, ai dhe Erioni u pan. Pastaj Iliri tha, do t'ju lë të flisni. Erioni e ndaloi. Jo. Iliri u kthye. Doja të kërkoja falje. Mirela mbeti e habitur. Iliri nuk foli. Erioni vazhdoi. Kam qeni pa drejt me ty. Erion, jo, mami. Dua ta them. Ai mori frymthell. Unë mendova se po të humbisja. Mirela u afrua. Ti nuk më ke humbur. Por më dukej sikur po. Sepse unë po ndryshoja. Po. Ti nuk doje të ndryshoja. Jo. Por unë duhej të ndryshoja. Erioni uli kokën. Iliri nuk është armiku im, tha ai. Jo. Por për një kohë unë e shihja si dik që po zinte vendin tim. Mirela ju afrua dhe i preku dorën. Askush nuk mund të zërë vendin tënd. Erioni filloi të qante. Atëherë pse kisha kaq frikë? Mirela e përqafoi. Sepse më do. Po. Por dashuria nuk do të thotë të vendosësh për tjetrin. Po e kuptoj tani. Në atë moment, Iliri qëndronte në korridor. Erioni e pa. Ilir. Po. Faleminderit që e bëre nënën time të lumtur. Iliri buzëqeshi. Unë nuk e bëra. Ajo zgjodhi të ishte e lumtur. Kjo fjali e preku Erionin, sepse për herë të parë ai kuptoi se sa shumë kishte menduar për nënën si dik që kishte nevojë për të. Ndërsa e vërteta ishte krejt ndryshe. Mirela nuk kishte nevojë që Erioni ta shpëtonte. Ajo kishte nevojë që ai ta respektonte. Me kalimin e viteve, marrëdhënia e tyre ndryshoi. Erioni filloi të shkonte më shpesh në shtëpinë e Mireles dhe Ilirit. Në fillim ishte e sikletshme. Pastaj u bë normale. Ata filluan të hanin darkë bashk. Iliri dhe Erioni flisnin për futbollin, debatonin për makinat, qeshnin me historitë e vjetra. Dhe një ditë Erioni e pyeti Ilirin, si e binde maman të martohej me ty? Iliri qeshi, nuk e binda. Atëherë, i kërkova, dhe ajo pranoi. Po, ka qenë gjithmonë kokë fort. Iliri buzëqeshi, prandaj e dua. Mirela, që ishte në kuzhinë, i dëgjoi. Ju të dy po flisni për mua sikur të mos jem këtu. Erioni qeshi, po flasim mirë. Shpresoj. Por jeta kishte ende një surprizë.
Disa vite më vonë, Iliri pësoi një problem serioz shëndetësor. Mirela u trondit. Për disa javë, ajo u kthye në gruan që kishte qenë dikur. Ajo u kujdes për të ditë e natë. Por këtë herë nuk ishte vetëm. Erioni ishte aty. Ai e çonte Ilirin në spital. Bënte blerjet. Kujdesej për vajzën e tij. Dhe shpesh rinte me Mirelën në korridorin e spitalit. Një natë, ndërsa prisnin lajmet nga mjeku, Erioni i tha: "Mami, po, tani e kuptoj. Çfarë? Pse nuk doje të qëndroje vetëm?" Mirela e pa. "Çfarë do të thuash? Sepse kur e ke dik pran, frika bëhet më e vogël." Ajo buzëqeshi. "Po." Erioni heshti. "Por dua të them edhe diçka tjetër." "Çfarë?" "Më fal." Mirela i mori dorën. "Ti më ke kërkuar falje." "Jo për këtë." "Atëherë, për të gjitha vitet kur mendova se ti duhej të jetoje vetëm për mua." Mirela nuk foli. "Unë isha djali yt," tha Erioni, "por harrova se ti ishe edhe një grua." Sytë e Mirelës u mbushën me lot. "Faleminderit që e kuptove. Do të doja ta kisha kuptuar më herët. Edhe unë, por ndoshta duhej të kaloja nëpër atë gabim." Mirela e përqafoi. Iliri u shërua ngadalë, dhe familja u bë më e bashkuar se kur. Vitet kaluan. Mirela tani ishte 67 vjeç. Iliri 61. Erioni 41. Një ditë, ata ishin ulur të gjithë në kopsht. Mbesa e Mirelës, tashmë adoleshente, po bënte foto. Papritur ajo tha: "Gjyshe, a mund të pyes diçka?" "Po." "Sa vjeç ishe kur u martove me gjyshin Ilir?" 60. Vajza qeshi. "Dhe babi ishte kundër?" Të gjithë filluan të qeshnin. Erioni ngriti duart. Po, e di." Mirela e pa. "Por babai yt tani është fansi më i madh i gjyshit." Erioni qeshi. "Po." Pastaj vajza pyeti: "Po pse u martove?" Mirela pa Ilirin. Pastaj pa djalin e saj. Dhe tha: "Sepse kuptova se jeta nuk mbaron kur fëmijët rriten." Heshtje. Shpesh njerëzit mendojnë se një nën duhet ta kalojë gjithë jetën duke u kujdesur për fëmijët. Por fëmijët rriten, martohen, krijojnë familjet e tyre. Dhe një ditë, nëna mbetet vetëm me veten. Ajo buzëqeshi. Atëherë duhet të ketë guximin të pyes veten: "Çfarë dua unë?" Erioni e dëgjoi. Dhe këtë herë nuk kishte kundërshtim. Sepse tashmë e kishte kuptuar. Dashuria nuk është të mbash dik pranë vetes me çdo kusht. Dashuria është ta lejosh të jetoj. Edhe kur zgjedhjet e tij nuk janë ato që do të bëje ti. Edhe kur të friksojnë. Edhe kur të bëjnë të kuptosh se personi që ke dashur dhe mbrojtur gjithë jetën nuk të përket. Mirela nuk kishte kërkuar shumë. Ajo nuk kishte kërkuar të ishte përsëri 20 vjeç. Nuk kishte kërkuar të ndryshonte të kaluarën. Nuk kishte kërkuar të harronte burrin e saj të parë. Ajo thjesht kishte kërkuar një mundësi tjetër. Një shans për të qeshur, për të dashur, për të pasur dik pranë, për të zgjuar çdo mëngjes dhe për të ditur se dikush po e priste. Dhe ndoshta ky ishte mësimi më i madh që Erioni kishte marrë. Nuk ka një moshë të caktuar për të filluar nga e para. Nuk ka një moshë kur zemra ndalon së kërkuari shoqëri. Nuk ka një ligj që thot se pas 60 vjeç duhet të heqësh dorë nga ëndrat. Ndonjëherë, pikërisht kur mendon se gjithçka ka përfunduar, jeta të hap një derë të re. Dhe ajo derë mund të duket e frikshme, mund të duket e papërshtatshme, mund të bëj fëmijët e tu të shqetësohen, mund të bëj të tjerët të flasin. Por në fund të ditës, personi që duhet të jetoj me zgjedhjen është ti. Mirela e dinte këtë. Dhe nëse do të kthehej pas në kohë, në ditën kur kishte takuar Ilirin për herë të parë në atë kafene të vogël, nuk do të ndryshonte asgjë. As fjalën e parë, as kafen, as takimet, as propozimin, as martesën, madje as konfliktin me Erionin, sepse gjithçka kishte qenë pjesë e një rruge që duhej ta përshkonte. Dhe në fund të asaj rruge, ajo nuk fitoi vetëm një bashkëshort, fitoi edhe një marrëdhënie të re me djalin e saj. Një marrëdhënie ku ai nuk ishte më kujdestari i saj. Ajo nuk ishte më thjesht nëna që kishte sakrifikuar gjithçka. Ishin dy të rritur që më në fund e respektonin njëri tjetrin. Një nën që kishte të drejtë të ishte grua. Dhe një djalë që kishte mësuar se të duash dik do të thot edhe ta respektosh lirinë e tij.
Vite më vonë, kur dikush e pyeste Erionin për martesën e nënës së tij, ai qeshte. Unë isha kundër, thoshte. Dhe gabova. Kur e pyesnin pse, ai përgjigjej. Sepse mendova se po humbisja nënën time. Në fakt, ajo po gjente veten. Dhe kjo ishte e vërteta. Mirela nuk e kishte humbur jetën e saj atëherë. Ajo e kishte rifituar. Në moshën 60 vjeç, kur shumë njerëz i thanë se duhej të mendonte vetëm për qetësinë, ajo zgjodhi dashurinë. Jo një dashuri të përsosur, jo një dashuri pa probleme, jo një dashuri pa frikë, por një dashuri të vërtetë. Dhe ndonjëherë kjo është gjithçka që njeriu ka nevojë, sepse mosha mund të ndryshojë fytyrën, mund të ndryshojë trupin, mund të ndryshojë mënyrën se si ecim, mënyrën si mendojmë dhe mënyrën si e shohim botën. Por nuk e ndryshon nevojën për të ndjerë i dashur. Dhe Mirela, në moshën 60 vjeç, kishte guxuar ta pranonte këtë, pavarësisht frikës së djalit të saj, pavarësisht komenteve të njerëzve, pavarësisht pyetjeve, pavarësisht viteve që kishte kaluar duke menduar për të gjithë të tjerët. Ajo kishte vendosur më në fund të mendonte edhe për veten. Dhe ndoshta ky ishte vendimi më egoist që kishte marrë ndonjëherë. Por ishte gjithashtu vendimi që e bëri më të lumtur, sepse në fund jeta nuk matet me numrin e viteve që ke, matet me numrin e herëve që ke pasur guximin të ndihesh, të duash, të falësh, të fillosh nga e para, dhe të thuash, edhe unë kam të drejtë të jem e lumtur. Mirela e kishte thënë, dhe këtë herë askush nuk mund ta ndalonte.